Jo, nuk ka ndeshje të lehta. Edhe Kastrioti është një ekip për të vlerësu, është një ekip agresiv, sidomos në fushën e vet, por për ne nesër është një finale. Do konsiderojmë një finale sepse na duhen me domos 3 pikët. Besoj se do jetë një ndeshje e luftuar, për vetë faktin se edhe Kastrioti nevojitet në pikë, por edhe ne nevojitet në pikë më shumë se ato. Kështu që besoj se do jetë një ndeshje që duhet ta fitojmë me çdo kusht. Si është objektivi vllaznisë? Ka fitore? Objektivi i vllaznisë për çdo ndeshje është fitoria. Normalisht edhe këtë ndeshje do jetë vetëm fitoria. Ka ndërlirë vllaznia situatën për të qenë në kupën e Europës? Besoj se situata nuk është e komplikuar, është në dorën tonë. Kemi 2 ndeshje brenda dhe 1 ndeshje jashtë. Besoj se po të bëjmë detyrat dhe po të marrim pikët e duhura, çdo gjë do të jetë në rregull. A e këto vllaznia për ditë? Shiko, janë bërë shumë gabime rrugës. Po të flasim realitetin, kemi zhvilluar një sezon shumë të mirë. Pastaj po ta shohim drejt, domethënë, ne kemi bërë luftë me gjitha ekipet, ndërsa disa ekipe kanë pas autostradë, po të flasim kështu. Ne nuk kemi pas asnjë ekip që domethënë nuk kena pas asnjë aleancë. Po gjithsesi nuk është justifikim ky dhe nuk duam të marrim ekipe të tjera. Ne shohim punën tonë. Përderisa matematika na marr akoma lojë për titullin, pse mos shpresojmë. Por gjithsesi objektivi jonë është që të jemi në 3 ekipet e para, jemi në finalen e kupës, kështu që besoj se objektivi i vllaznisë është drejt realizimit. Kush e ka parë autostradë? Kush e ka parë autostradë? Po shifet qartë neshjet e vllaznisë dhe neshjet e ekipeve të tjera. Ne gjitha ndeshjet i kemi luftë, ndërsa ekipet të tjera shpeshherë nuk i kanë kështu. Po ti shikosh ndeshjet e vllaznisë, pothuajse çdo ndeshje është me 6 kartona ose me 7 kartona që merren ndeshje, ndërsa ekipet të tjera nuk ka asnjë karton, është shumë fair play. Nuk ka asnjë sparkat, nuk ka asnjë vonesë lojë, ndërsa kur vin kundër vllaznisë, si të jetë vdekje, si të jetë ndeshja e fundit, ashtu do jetë edhe nesër. Nështë do të jetë një lloj hakmarrje me Kastrioti, na çuçullë në në fazën e dytë. Kastrioti, po të jemi realist, ndeshjen e fundit që ka zhvilluar në Shkodër, është treguar një ekip jo fair. Ka bërë një lojë jo fair play, me gjitha ato vonesa të shumta, por gjithsesi ne ja kthyem Reston në kamës. I bëm një gol në fund dhe besoj se ajo humbje i djeg shumë. Por gjithsesi nesër është një ndeshje tjetër dhe do të marrim maksimumin. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.